Unë fillimisht, nëse ban me përmend, kam qenë student ose talebe, mund themi, në mektebin nun, këtu në fushë të panë që e kemi këtu afër. Para të ditë këshirë në Facebook një foto në atë kohë, pa të arë me ju vizitu e pa të moni selfie, ju ishi kitë voglë. Kitë voglë. E që tash që ato janë bo këtë bura me mjekre. Alhamdulillah. Mësusi jonë ka qenë Hoxha Jusuf Hajrullah, për cilin kam një respekt veçante, nuk mund të haroj punën asnjëherë. Nasi të vogli normal, dhe më thonë, kemi ditë ndonjëherë me tepru me hajgarët e tona. Kemi ditë ndonjëherë me tepru me sjelljet e tona ndaj Hoxhës, që nuk kanë qenë korekte, padyshim. Po Hoxha subhanallahu me atë mirësinë e tij dhe atë buzëqeshjen e tij që e dini jo, këton asnjëherë s'na ka prish. Lujke barabar me neve. U tallke barabar me neve. Madje unë po duam të përmend një rast, shpesh herë më jep ke veturën, unë edhe paleja jam kanë edhe i vogël, nuk më liki me dal pi lagjës për shkak mos mi thirr rregullat e shtetit. Po çati në lagje domethënë ishte një stadium i vogël ku luajshmi futboll, na e përdorshmi për mu zbavit, çati vozitça veturën e Hoxhës. E Hoxha nuk ka ditë më aprish kërkujt. Gjatë mësimit ne kemi pas lëndë mësimore hadithin, ku i kemi mësuar na 40 hadithet e Nevevijut, e dini librin e mirë njohur të Imam Nevevijut, Allahu mëshiroft. Dhe Hoxha Jusufi ka pa një veçori të unë mësimin e haditheve përmendsh. Edhe vazhdimisht më ka instaluar në krye se ti dush me shku në Medinën në hadith, ti dush me shku në Medinën në hadith, ti dush me shku në Medinën në hadith. Po shumë i vogël për me vendos. Pastaj baba jem, s'po du me thonë prindi, po du me thonë baba, se baba është, nuk është prind. Baba jem, në koordinim me disa babalar të dostave të mi, vendosën në në Turki për studim, për një arsimim më të lartë, për një arsimim më kualitativ, shkollë të mesme, pas mbarimit shkollës fillore. Edhe na shkuam në Turki. Më thonë, për caktim, gjithë se cili ra me një shok. Për shembull, disa që ishin Fatih, është i njohur Fatih në Istanbul, ran 2-3 veta bashk. Disa në Bursa ran 2-3 veta bashk, unë isha Bajram Pash. Rash vetë. Domethënë nuk kisha ndonjë shok të studimeve që mund të themi e kam shok prej lagjës time, e kam shok prej Shkupit, më ra me shku vet. Po kjo ma ka ndihmuar procesin e mësimit atje në Istanbul në Bajram Pash. Kjo do të thonë vetë ki mejtë dhe shtë kemi mësu. Vetë, u desh kemi dhënë më shumë zor. Apo jo që kisha qef me mësu, po desh kemi dhënë më shumë zor. Kjo është një shemë se çdo e keq që ka dhënë të mirë. E ka një të mirë, ç'është e vërtet. Edhe realisht baba më çoi mu bë arkitekt, se baba mirret me ndërtim, edhe tha ta dërgoj të bëhet arkitekt tani për një biznes familjar kështu. Po mu nuk më hekje prej kokës fjala e Hoxhës Jusufit. Domethënë ti dush me shku në Medinë, dush me shku në Medinë. Unë vitin e tretë aplikova në Medinë. Edhe vitin e 4 aplikova në një universitet në Istanbul për arkitekturë. Thash nëse më del mu pranimin në Medinë, unë kam shku në Medinë. Nëse më del pranimin në Turki, unë kam shku në Turki. Nëse rastësisht domethënë kam problem me Medinën, kështu parimore ishte Medina. Pranimi jemi në Universitet Medinës. Po vitin e tretë edhe fundin e vitit tretë edhe vitin e katërt kryesisht ndodhi koronavirusi. Edhe na në konvikt atje ku qëndrojmë përjetuam shumë keq, se s'na lishin me dal normal kjo izolimi shtetëror, po përveç izolimit shtetëror kishte izolim konviktor, mund të themi. Domethënë s'na lishin me dal edhe pi konviktit, edhe mund në një farë mënyrë për sebeb mu gërdit Turqia. Edhe erdha në Shkup. Në Shkup mu zgjat pritja e pranimit për në Medinë, edhe hyna në një Universitetin Ballkanik që është këtu në Shkup, në gjuhën angleze, drejtimin menaxhment, ekonomi. Edhe mbarova 4 semestra, domethënë 2 vite të plota e mbarova derisa më dol pranimi në Medinë. Elhamdulillah, domethënë me kët u realizu mund të them ëndra jeme që të shkoj në Medinë, edhe për spari herë në Medinë kum shku për spari herë, domethënë kur kum shku për mësim, kum shku edhe spari herë në Medinë, nuk kam qenë umre më herët, edhe ishte një emocion i veçantë për mua. Zemra të ka çuka Medinë. Zemra ka çuka Medinë, po vazhdimisht fjalët e Hoxhës Jusufit më ishin në krye, kështu nuk më dilshin prej mendjes. Edhe kjo ndoshta është arsyeja më kryesore që unë kum shku në Medinë. Allahu alem. Allah inshallah dash ilme bereket. Amin.